Mbërri në Shqipëri fletët e votimit për diasporën për zgjedhjet e 11 majit që u printuan në Sloveni. Kujtojmë që fletët e votimit për votuesit jashtë vendit janë vendosur në Parkun Olimpik dhe mbushja e zarfeve që do të dërgohen emigrantëve pritet të nisë të mërkurën. Sasia totale e fletëve të votimit që do të prodhohet për zgjedhjet për kuvent, duke shtuar 2% mbi numrin e zgjedhësve, është 3.534.000 fletë votimi, ku përfshihen fletët e votimit për brenda dhe jashtë vendit. Përgatitja e zarfeve të diasporës do të monitorohet me kamera dhe punojësit që do të mbushin zarfet do të punojnë me 3 turne. Sipas kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, që ka bërë një njoftim për diasporën shqiptare në lidhje me shpërndarjen e fletëve të votimit për zgjedhjet e vitit 2025, fletët e votimit do të dërgohen në Evropë nga data 15 deri më 22 prill dhe në kontinentet e tjera nga data 15 deri më 25 prill dhe nuk do të ketë asnjë kosto për dërgimin e fletës së votimit, pasi KQZ do të paguajë postën. Është përzgjedhur një kompani e shërbimit postar që e ka dërgesën të gjurmueshme. Emigrantët nuk do e gjejnë fletën e votimit në kutinë postare, por postieri do të trokas maksimalisht 3 herë në derën e tyre, deri në momentin kur vetë zgjedhësi i regjistruar të paraqisë mjetin e identifikimit dhe të firmos për të marrë zarfin me fletën e votimit. Në rast se votuesi nuk gjendet në adresën e deklaruar pas 3 tentativash, postieri do i lërë shënim në derën e banesës, ku e fton të paraqitet në zyrën postare për të marrë personalisht fletën e votimit.